Horoskopi ditor e martë 27 maj 2025. Dashi, përfitoni nga ambienti i ngrohtë që kanë krijuar yjet në jetën tuaj në çift dhe dashurohuni ashtu si e ndjeni. Mos mendoni për askënd tjetër. Beqarët nuk do kënaqen me takime që do realizojnë dhe do mbeten sërish vetëm. Mos keni shumë pretendime, sepse njerëz perfekt nuk ka. Financat do kenë goxha rënditje për shkak të shpenzimeve të pamenduara që keni kryer. Demi, kultivojeni sa të mundni tolerancën sot në jetën tuaj në çift dhe do shihni që gjithçka do shkojë ashtu si e kishit menduar. Beqarët do fillojnë një histori të pastër dashurie me dikë që e njohin prej vitesh. E ardhmja juaj do jetë edhe më e bukur. Që financat mos jenë problematike, duhet të kurseni tej mase dhe të merrni masa strikte. Binjakët, ditë qëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Ndjenjat për partnerin do dini si t'i shprehni në mënyrën më të mirë të mundshme dhe do ndiheni për mrekulli. Beqarët do përballen me dilema të vështira. Do jenë të shumë personat që do kërkojnë të krijojnë një lidhje me ju. Në planin financiar nuk duhet të ecni me sy mbyllur dhe të shpenzoni kuturu sepse do mbeteni pa para. Gaporja, vazhdoni të tregoni sa më të sinqert me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe ai do ketë më tepër besim tek ju. Dita nuk do jetë pasionante, por e qëndrueshme. Beqarët do kenë mundësi shumë të mira për të filluar lidhje, por do ngurojnë tej mase. Të gjitha përpjekjet që keni bërë për të stabilizuar financat do ju shpërblehen më në fund. Do jeni të qetë. Luani, pas disa ditëve shumë të mira, sot do fillojë një etapë e re dhe më e bukur për ata që janë në një lidhje. Do ndjeni të qetë dhe do dashuroheni si ta ndjeni. Beqarët nuk do i pranojnë propozimet që do ju bëhen dhe do ndihen të vetmuar. Financat do jenë gjatë gjithë kohës të mbrojtura dhe nuk priten as pak vështirësi. Kryeni shpenzimet që keni menduar. Virgjëresha, në orët e para të ditës marrëdhënia në çift nuk do jetë ashtu si duhet, por që nga mesdita gjërat do fillojnë të përmirësohen. Beqarët nuk duhet të dekurajohen nëse nuk e gjejnë as sot princin e tyre të kaltër, por të dalin e të argëtohen me miqt. Financat për disa nuk do jenë në gjendjen më të mirë, kështu që duhet bërë kujdes. Shpenzimet e mëdha duhen anashkaluar. Peshorja, nëse nuk arrini dot të merreni vesh me ato që keni në krah, atëherë më mirë të qëndroni për pak kohë vetëm sot. Reflektoni dhe mendoni çfarë do bëni në të ardhmen. Beqarët do jenë të shpërqendruar dhe nuk do arrin dot të mendojnë për jetën sentimentale. Financat do jenë të mira, edhe pse do kryeni ndonjë investim apo transaksion më tepër. Akrepi, jeta në çift do jetë gjatë gjithë kohës e mbrojtur sot. Nuk do keni asnjë problem me partnerin, përkundrazi, të dy do jeni më të kuptueshëm dhe do respektoni mendimet e njëri tjetrit. Beqarët do flirtojnë tej mase me dikë të cilin e kanë pëlqyer prej kohësh. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme, kështu që bëni kujdes me shpenzimet. Shigjetari, do jeni të gatshëm të bëni çdo lloj sakrifice gjatë kësaj dite vetëm që jeta në çift ta ecë në rrugën e duhur. Do i zgjidhni problemet me mirëkuptim dhe tolerancë. Beqarët do mendojnë më tepër për të ardhmen dhe do bëjnë çmos që ta gjejnë personin e duhur. Situata financiare nuk do jetë e shkëlqyer, megjithatë më e mirë se disa ditë më parë. Pritqapi, qielli i dashurisë do pastrohet nga turbullirat gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin do fillojë të ngrohet. Vazhdoni në këtë rrugë dhe do ja riktheni buzëqeshjen vetes dhe atij që keni në krah. Beqarët do jenë më të hapur ndaj takimeve, por nuk do hedhin asnjë hap më tej. Të ardhurat do jenë të qëndrueshme. Shlyeni sa më parë borxhet që keni marrë prej kohësh. Ujori, fal ndikimit mjaft pozitiv të yjeve, sot do e përforconi lidhjen tuaj në çift dhe do kaloni momente të jashtëzakonshme. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët do jenë charmant dhe joshës. Të shumë do jenë personat që do mundohen t'ju bëjnë për vete, por vetëm njëri do ju emocionojë. Në planin financiar nuk duhet të hidhni hapa të nxituara sepse do shkatërroni gjithçka. Peshqit, marrëdhënia në çift do ftohet mjaft gjatë kësaj dite. Nuk do bini as pak dakord me partnerin tuaj dhe mosmarrveshjet do jenë të shumta. Beqarët do kenë mendjen diku tjetër dhe nuk do kenë as kohë të kërkojnë princin e tyre të kaltër. Sektori i financave do jetë i qëndrueshëm, të paktën për të nuk do e vrisni shumë mendjen.